Gërisni natën, ja çfarë duhet të bëni për ta ndaluar. Është aq i keq sa mund të prishë gjumin e partnerit tuaj dhe në disa raste mund të jetë i zhurmshëm sa t'ju mbajë zgjuar për pjesën më të madhe të natës. Ulëmtime zbuluan se 2/5 e grave në Mbretërinë e Bashkuar do të preferonin të flinin vetëm për shkak të gëritjes së partnerit. Ulëmtimi nga And So To Bet zbuloi se gërritja mban zgjuar 23% të grave duke u renditur si shkaku i katërt më i zakonshëm i pagjumësisë, pasi të nxehtit dhe ankthit dhe nevoja për të shkuar në tualet mund të shkaktojnë këto probleme. Dr. Lindsay Browning, psikolog, neuroshkencëtar dhe ekspert i gjumit, tha se gëritja mund t'i sugjerojë partnerit edhe një mbiekspozim ndaj zhurmave. Shpesh gëritja është e keqe. Për të evituar një gjë të tillë, zgjidhni pozicionin e duhur të gjumit dhe mbi të gjitha, konsumoni sa më shumë lëngje gjatë ditës për të evituar edhe frymëmarrjen e vështirë.